Shikoni, unë besoj që askush s'duhet bi në një manipulim apo në një propagandë të tillë. Nuk po bjen komisioni, po bjen Albulena Haxhiu, po bjen vetëvendosja, po bjen Albin Kurti. Sot 55 vota i ka marrë Albin Kurti, nuk i ka marrë komisioni. Ata mundën me çujt si dun, po këto janë votat për mandatin e Albin Kurti. Andaj, ne s'kemi vota për të. As do të kemi. E as për Albulena Haxhiu. Është fare e thjeshtë. Ky taktizim po e quaj bot, ka ndodhur thjesht për me kompliku situatën tut. Unë kam thënë edhe në seancë herën e parë kur është thënë që kjo është dhe shkelje ligjore dhe shkelje kushtetuese. Prandaj ne nuk mund të bëhemi pjesë në mënyrë të vetëdijshme në një shkelje të kushtetutës. E dim që kjo parti se ka problem fare, sepse vetëm mandatin e kaluar 19 herë kemi dërguar në gjykatë si PDK dhe 19 herë kemi fituar rastet, duke i konstatuar që ato që kemi kontestuar kanë qenë shkelje kushtetuese, por kjo s'do të thotë që një gjë e tillë mund të arsyetuohet kurdoherë. Ju falenderoj shumë. Besoj shihemi pas takimit orës 9.